Ende nuk ka asnjë gjurmë nga Altin Doci, i paraburgosur për krime të rënda, i cili një ditë më parë vorëtis nga Spitali Durrësit, ku ishte shoqëruar për vizitë. Në videon e siguruar nga Report Televizion, duket që Doci shkon në parkimin e spitalit, jo me një makinë të sigurisë të lartë, por me ambulancë. Ai nuk duket i prangosur dhe ka një vigjilencë të ulët sigurie. Doci arriti të ratistet pasi dhënoi 2 efektivët që shoqëronin. Nga gjurmimi, rezulton se kamera e fundit e ka fiksuar atë duke ju drejtuar Tiranës, ku dyshohet se fshihet. Zinxhiri drejtues i burgut të Durrësit është pezulluar deri në zbulimin e përgjegjësve, por edhe bashkëpunëtorëve në planin e ratisjes. Ngjarja ngre pikpyetje mbi procedurat e çuditshme të ndjekura nga autoritetet e paraburgimit të Durrësit dhe shkeljet flagrante nga ana e tyre. I njohur si ushtari i grupit të Çopjave, Altin Doci, akuzohet për një sër ngjarjesh kriminale, përfshirë vrasje me pagesë dhe si pjesë e grupeve kriminale në Elbasan. Doci është dërguar për gjykim nga SPAK në 2023 për vrasjen e Andi Zylyfit 6 vite më parë. Më pas në tetor 2025 është dërguar për gjykim edhe për një tjetër çështje si pjesë e organizatës kriminale të Çopjave. Në prokurorinë e posaçme është intensifikuar hetimi pasuror për familjen Berisha, i nisur paralelisht me aferën Partizani. Pas Belind Kolliçit të hënën ishte radha e Indrit Hoxhës ditën e djeshme që të jepte llogari para SPAK pas jetimit janë përshëndruar tek fakti se si financoi Sali Berisha kuvendin e organizuar 11 dhjetorin e vitit 2021 në stadiumin Erol Benia. Jo vetëm kuvendi, por edhe për 27 foltoret Berisha, kur nuk bëri transparencë të cilën pritet ta bëj hetimi nisur nga SPAK. Shërbimi i sterilizimit, i cili që prej 2016 është në duart privatit në formën e koncesionit, do të kthehet sërish në shërbim publik kundrejt pagesës. Vendimi miratuar nga qeveria është botuar në fitoren zyrtare dhe parashikon krimin e shoqërisë aksionere me kapital 100% shtetëror. Pagesa e fundit për këtë koncesion është parashikuar për këtë vit me vlerën 500 milion lek, ndërsa kostoja arrin në 15.6 miliard lek. Për këtë koncesion, ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, ish zëvendës ministri Klodian Rjepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj janë në gjykim për grup kriminal. Ndarja vetëm 3 çmimeve kombëtare të letërsisë ka nxitur debat në komunitetin letrar. Një pjesë vlerëson se janë lënë jashtë disa zhanre, jo pak të rëndësishme, por drejtuesi i Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit argumenton se redukimi i çmimeve është bërë pas një analize profesionale, duke shtuar se nuk synonte të përjashtonte asnjë kategori.